Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për herë të parë është realizuar testimi vestibular për pacientët që vuajnë nga problemet e veshit të brendshëm. Ky kabinet i ri mundëson ekzaminime të specializuara që ndihmojnë në identifikimin e shkakut të çrregullimeve të ekuilibrit dhe në orientimin e trajtimit dhe riabilitimit të duhur. Është një ekzaminim bazë për diagnozën e problemeve të sistemit vestibular, që është praktikisht probleme të veshit të brendshëm. Sipas të dhënave të shërbimit të ORL-s, rreth 1/3 e pacientëve që paraqiten për konsult kanë nevojë për kryerjen e këtij testimi. Është një ekzaminim gjithashtu shumë i rëndësishëm për këto diagnoza. Kabineti është i pari i këtij lloji në sistemin publik shëndetësor në vendin tonë, ku pacientët që vuajnë nga çrregullimet e ekuilibrit do të kenë mundësi që të marrin një vlerësim të saktë, duke përmirësuar diagnostikimin dhe trajtimin e këtyre patologjive. Pjesa më e rëndësishme që ka ky kabinet është bërja e një diagnoze të saktë të patologjive të marrjeve mendsh. E para, sepse ndan nëse ky problem është i veshit apo i problemeve centrale, i trurit e thënë më thjesht. E dyta, sepse ndan në problemet periferike cili problem është, sepse dhe aty kemi disa probleme. Dhe e treta, ndjekjen e terapisë patologjive të sistemit vestibular. Ky hap synon që të përmirësojë ndjeshëm kujdesin për pacientët dhe të ofrojë shërbime moderne të cilat deri më tani mungonin në spitalet publike shqiptare.